Edhe pse jemi në muaj nëntor dhe temperaturat janë ulur ndjeshëm, Gjirokastra vijon të mbetet një ndër destinacionet më të preferuara për të vizituar. Turistë vendas dhe të huaj shëtisin çdo ditë në pazarin karakteristik, vizitojnë kalat, muzeumet dhe shtëpitë muze që bëjnë qytetin një mozaik të një historie e kulture të vjetër. Gjirokastra është një nga qytetet më të bukura që kam vizituar në Shqipëri. Çdo cep ka një histori dhe njerëzit janë jashtëzakonisht të dashur. Kombinimi i arkitekturës së vjetër me pamjen e maleve është mahnitëse. Më pëlqen shumë atmosfera këtu, sidomos në Vjesht. Është e qetë, autentike dhe plot hijeshi. E ndjen historinë nëpër shtëpitë dhe rrugëcat e këtij qyteti. Sipas përgjegjëses së sektorit të turizmit në Bashkinë Gjirokastër, Alesia Llapaj, numri i vizitorëve ka qenë i qëndrueshëm dhe gjatë muajit nëntor, çka tregon se sezoni turistik në qytetin e Gurt tashmë po zgjatet. Shifrat janë pozitive me një rritje rreth 15% për sa i përket krahasimisht me sezonin e kaluar, si në muzeumet që janë në administrimin e Bashkisë Gjirokastër, por gjithashtu edhe në gjithë territorin e bashkisë duke përfshirë edhe njësitë administrative. Kryesisht është kalaja e Gjirokastrës si një ndër më të vizituarat, por nuk mund të lëm pa përmendur dhe muzeumet, duke përmendur tunelin e luftës së ftohtë, muzeun etnografik, muzeun Gjirokastra, dhe gjithashtu shtëpinë muze të Ismail Kadares, por nuk do të lëm pa përmendur dhe turizmin malor, turizmin në njësitë administrative, i cili është një preferencë për turistët e huaj. Vjeshta në Gjirokastër nuk sjell vetëm ngjyra, por edhe vizitorë që duan të përjetojnë qetësinë, historinë dhe bukurinë e qytetit të Gurt në një atmosferë krejtndryshe nga ajo e verës.